uniformitetit shqiptar. Po ka vërtet apo është mit? Ka. Nëse ndëgjon predikimet e hoxhallarëve imamëve, jashtëzakonisht famshëm Maqedoni, ti të merrohesh për gjuhës tyre. Pse? Gjuha atyre është anti-shqiptare, gjuha atyre është anti-edukim, pra kinjanin për imamëve, s'm kujtohet emri, janë mija views që kanë në Facebook, në YouTube. Gjuha atyre është anti-shqiptare, anti-shkollim. Pse më thënë anti-shqiptare? Po që feja ekziston, jo kombi, pra bëhet thirrje që feja është e rëndësishme, kombi nuk ka rëndësi. Bën thirrje që ndalohet shkollimi, pra nuk ka nevojë për më shkollu. Është njëra prej pyetjeve, unë ka paskuar këto në tragjedinë tonë, pra hi edhe i ndëgjoj ato. Edhe i shoh pyetjet, për shembull, a lejohet studimi i drejtësisë? Thotë jo, nuk lejohet studimi i drejtësisë. Se drejtësia sepse drejtësia është sheriati edhe nuk bën ato gjë. Pra mënyra se si tolerohet pjesëmarrja shqiptarëve të Maqedonisë në luftën e Sirisë, edhe shikimin mes gishtave prej qeverisë Gruevskit. Asnjëherë s'ka ndërmarrë masa. Vazhdimisht e ka toleru. Sepse i ka konvenu kjo ngjelje mbrapa shqiptarëve. Shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë kanë përfituar shumë për Të ta plotësoj. Nga 100 euro integralisht fond të qeverisë maqedone për botimet e shqiptarëve, 93 janë për librat fetar. 7 euro janë për libra lej. E para, e dyta. Si për libra fetar? Por vetëm një shtëpi botuese qeveria maqedone. E para kjo. E dyta, librat fetar. E dyta. E kam thënë dhe herë tjetër këtu tek ju zoti Fevziu, Serbia ka një investim serioz me shtëpi botuese, me shtypshkronja për futje të librave pa autor, librave islamik, pa ISBN në drejtim të Maqedonisë, Kosovës edhe të Shqipërisë. Dhe përpara se të themi për gjithë zëvërtetës, Turqi, Arabi Saudite, themi çfarë duash. Armiku nuk është islami në rastin konkret. Armiku është mungesa e agendës politike shqiptare. Investimi është i Serbisë, por baza e gjithë kësaj që thot Berati është varfëria e tejskajshme e fshatit maqedon. Është mungesa e fshatit shqiptar Maqedoni. Fshatit shqiptar Maqedon. Është mungesa deri e ushqimit, palet shkollave. Dhe ata imamët nuk çojnë veten e vet atje në Siri të vriten, po çojnë këta analfabetët. Ata imamët që kanë numër, kanë pistoleta me numra, ata që jetojnë në një mirëqenie të jashtëzakonshme. Imamët e Maqedonisë janë nga më të pasur. I bëra tentator imamët ata nuk duhet të çojnë këta njerëzit e thjeshtë. Dhe këto partit politike dhe këta lider nuk duhet të majnë të qëndrim. Nuk jam dakord me çështjen e lidhjes